një bashkëmoshatare e Odetës deklaroi aty. Kemi qenë 32 shok dhe shoqe. Nga ata sot jemi vetëm 3. Pra, si të shifni, ju njerëz adhëtar, njerëz të ndershëm, ka diçka që po e zbraz Shqipërinë, ka diçka që po i shkreton, si që themin e fjalë shkretim, po i shkreton trojet tona, ka diçka që po e lën këtë kom parini, 620.000 të ri kanë ikur në 10 vit të fundit. Nga viti 2019 e këtej, ne kemi shumë të tepër vdekje se sa lindje. Dhe sfundi Organizata e Kombeve të Bashkuara deklaroi se shqiptarët kanë tregues të lidhshmërisë më të ultin në botë për shkak të emigracionit. Tani, për çdo shqiptar, për çdo adhëtar, për çdo hasian dhe hasian, kudo që jemi, këto janë sirenat, janë thirrjet që vinë nga thellësia e shpirtit të këtij kombi, nga thellësia e kësaj toke. Me 11 maj të votojmë ndryshimin. Me 11 maj. Me 11 maj të votojmë për një epokë të re, për një kapitull të ri, për një histori të re të Hasit dhe të Shqipërisë, për të ndarë nga kjo e keqje e madhe, e cila varfroi shqiptarët nga vitin vit. Miq, do të kujtoj pak këtu, në qoftë se në diktaturën komuniste varfrinë ne solli hiperkolektivizimi, në diktaturën e re të krimit të Edi Ramës, varfrinë e sjell vjedhja, plaçkitja qytetarëve. Dy ditë më parë, një drejtor i rëndësishëm më dërgonte një mesazh rrëfimi. Doktor, thoshte, do të tregoj dramën e historisë time. Drama e historisë ishte kjo. Atë drejtore kishte bërë një bandit, i cili tek ministri i kishte kërkuar dhe emroje drejtor. Po me çfarë kushti? Hera parë që dëgjoja dhe unë. Me kushti që ky drejtor do t'i jepte atij rrog 10 banditit 10.000 euro çdo muaj. Dhe unë thot, dhe unë sot thot,